Republikën dhe Republikën. Asnjë cent më shumë, asnjë cent më shumë. Asnjë cent më shumë, asnjë cent më shumë, asnjë cent më shumë. Sallo prodhimet mi që mirë po flanj, kemi liru e mos me hypë që 4 herë, për 4 vjetë po flasë gjafë herë. Asnjë cent më shumë, asnjë cent më shumë, asnjë cent më shumë, asnjë cent më shumë, asnjë cent më shumë. E kallo prodhimet mi që mirë po flanj, kemi liru e mos me hypë që 4 herë, për 4 vjetë po flasë gjafë herë. E ka hypë që se ka minoti kur, me tam të posë, për funit për asë një kriminalisë. Mirë atë dashur qytetarë, nderuara media, sot është një ditë e madhe për Republikën e Kosovës. Sot është një ditë kur qytetaria aktive po e kalon testin e saj. Qytetarët e cilët janë mbledhur sot në sheshin Skënderbej, por edhe gjithë ata të cilët po na përcjellin prej shtëpiave të tyre, me të vërtet po tregojnë që kur është në pyetje interesi kolektiv, ne dim të bëhemi bashk dhe dim të ngrisim zërin për të mirën e përbashkët. Kërkesa e grupit ka qenë prej fillimit shumë e qartë dhe kësaj kërkese ju kanë bashku masovikisht sot qytetarët e kësaj republike, sepse as një cent më shumë nuk e meritojnë qytetarët e Republikës Kosovës që të paguajnë taksa tjera. Përveç shërtimit të rrymës, ne jemi dëshmitar që tashmë është lajmëruar edhe një valë e re e rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore dhe produkteve të shërbimit. Andaj, në periudhën në të cilën ne po jetojmë, duke pas parasysh që jemi populli më i varfër në Evropë, populli i cili është i zhytur në kredi dhe borxhe, nuk e meriton absolutisht nga asnjë institucion, nga asnjë qeveri që të vështirësohet edhe më tepër jeta. Kërkesa jonë ndaj ZRE-s dhe ndaj Ministrisë së Ekonomisë dhe gjitha aktorëve tjerë është shumë konkrete dhe e qartë. Të pezullohet vendimi i shtrejtimit për 15% siç është paralajmëruar i energjisë elektrike, të rihapet një diskutim i gjerë në të cilin edhe ne do të bashkëpunojmë, edhe ekspertët e grupit të cilët janë bashku krejt vullnetarisht do të bashkëpunojmë, të bëhet një plan i qartë, afatgjatë, një strategji e cila do ta nxjerrë Kosovën një herë për gjithmonë prej problemit energjetik. Deri atëherë, deri ditën e premte, kur do të jetë data 11 prill, dita kur pritet që ZRE të merr vendimin, ne presim që institucionet relevante të reflektojnë dhe dalin para qytetarëve të heqin dorë nga kjo poshtërsi. Nëse nuk ndodh kjo, do të jemi detyruar që të ngrisim zonin, sot jemi mira, do të bëhemi edhe mira sosh, ndoshta edhe qindra mira dhe nuk do të lejojmë në asnjë formë që jeta e qytetarëve të Republikës Kosovës të vështirësohet. Andaj, po bëj thirrje edhe një herë nga ky vend, ZRE-s, Ministrisë së Ekonomisë, gjithë aktorëve relevant, heqni dorë nga kjo ide e shtrejtimit të rrymës elektrike, sepse do të përballeni me atë që qytetarët dinë ta bëjnë më së miri, me protesta masovike. Po vërtasim bashkarisht në emër të qytetarëve asnjë cent më shumë. Asnjë cent më shumë, 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 asnjë cent më shumë. Hajde bashkë, Asnjë cent më shumë, 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 asnjë cent më shumë. Dashkun qytetar, sot jemi mbledh me protestu për m'ju tregu që rrymen nuk lejojnë me na shtrejtu. Sot jemi mbledh për m'ju tregu Asnjë cent më shumë, 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 asnjë cent më shumë. Për m'ju tregu që ne jemi të vendosur, jo veç asnjë cent më shumë, po ne nuk shtyhem asnjë hap më pas, asnjë hap më pas, asnjë hap më pas, derisa ata të realizojnë kërkesat tona, për arsye se nuk kanë të drejtë më na shtrejtu jetën tonë, më na vendos në vështirësi, më na pamundësu mbi shkollu fëmijën si duam dhe me u përkujdes për të moshuarit tonë. Asnjë cent më shumë, asnjë cent më shumë, asnjë cent më shumë. asnjë cent më shumë, asnjë cent më shumë.